Është një nga investimet më të kërkuara, rruga paralele me shëtitore, në cila lidh shumë biznese. Në fazën e parë, për të mos prishur edhe pjesën e aktivitetit, rreth 800 metra, zonë që është e liruar, por që është krejtësisht e papërdorshme, por e dëmtuar si rrugë. Kështu që mendoj brenda një muaji në 800 metra ne do të kemi realizuar investimin. Investimi është më i gjatë, vazhdon deri në 1.6 kilometra dhe në pjesën tjetër do të vazhdojmë më tej dhe gjithë kjo përfshin lotin e parë të investimeve të Bashkisë Shkodrës që bën në Velipoj, konkretisht në rrugën më kryesore në funksion të bizneseve edhe të pushuesve. Ka qenë një bashkëpunim me bizneset, një rënë dakordësie me to, është një investim i kërkuar prej tyre prej shumë kohësh dhe sistemon këtë pjesë të plazhit, do thoja në këtë lotin e parë. Sigurisht që është e shoqëruar me shumë elemente të tjerë. Projekti ka rrugën e biçikletave, ka pjesën e një parku të gjelbër në krah të rrugës, po kështu dhe gjithë infrastrukturën nëntoksore në funksion të ujrave dhe të ndriçimit.